Shëndetje të nderuar shikues, jemi bashkë në këtë miniseri të bisedave për zgjedhjet parlamentare të 28 dhjetor, një bashkëpunim me Interactive Talks me reporteri.net dhe jemi në Mitrovic në urën e re që bashkon urën kombësore që bashkon pra veriun dhe jugën e Mitrovicës. Do të flasim me kandidatin e vendosës për deputet ish kryetarin e Mitrovicës jugore, zotin Agim Batiri. Zoti Batiri, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit të juve që keni gjetë kohë marrë në Mitrovic, dhe mirë se keni ardhur. Faleminderit shumë. Dua t'ju pyes më një herë për zgjedhjet një javë deri më 28 dhjetor. Pse sipas jush duhet qytetarët ta votojnë vetëvendosjen në këtë zgjedhje? Unë mendoj se këto zgjedhje të kësaj periudhe të 28 dhjetorit e ka vetëm një lider. Vaj lider e kam në Albi Kurti. Tjetër lider nuk po shoh, dhe qytetarët nuk kanë çka me menduar ndryshe përpas të votojnë për liderin e cili ka dëshmuar vetën që është ai që duhet të jetë për qytetarët e Kosovës. Po pse duhet të jetë ai? Çfarë ka bërë vetëvendosja në këto 5 vjet të qeverisës që të ftojnë një mandat? Unë mendoj se zoti Kurti ka bërë gjëra të mira, e ka hiq atë pjesën të cilat ka qenë në të kaluarën, të cilët ju e dini shumë mirë se kush u pasurue me buxhetin e Republikës Kosovës, me ndirësin e qytetarëve, e ka larguar nga skena, ka bërë gjëra të mira, sidomos për Mitrovicën dhe për Veriun, ka bërë gjëra më të mira që kam mujt me ndodhë ndonjëherë, që shumë kush se ka pritur që mund ndodhë kjo, por ai e bëri ato të cilën e bën një burr i qëndrueshëm, i fortë, i mençur, dhe unë mendoj se merita e tij është pa dyshim në ndër meritat më mëdha që ka pas ky kryeministri për luftën e sekondare. Slogani vetëvendosjes, begati siguri, por mos lësho pe. Çka do të thotë? Siguri dhe begati lidhen mos njëra e tjetrës. Pa pas siguri as ki begati, po pa pas begati nuk ka siguri. Dhe kështu që ai ka lidhur të dyat dhe ne jemi të vendosur që gjërat i çojmë përpara dhe mund të shohim pa as para të tjerëve të cilët e kanë zhvallë këtë shtet, as para të ndërkombëtarëve të cilët i kanë ndihmuar proceset për të normalizuar zgjidhjen ashtu siç kanë mujtë, është i prerë, qartë si kristali, shteti i Republikës Kosovës është ne, do të jetë ne cepëm. Kjo më parë s'ka ndodhur, ju e dini shumë mirë se çka kena hiqur unë 8 vjet që isha kryetar me grupet kriminale të Veriut, të cilët de facto de jure kemë dalja Kosovës, e dalja Kosovës ishte 17% teritorit saj me pasurit më të mëdha që i ka Republika e Kosovës. Dhe si të tillë u pajtuan edhe shumë lider, të cilët ishin asaj kohe. Por dashti Zotit që qytetarët u vëdësuan e votuan zotin Kurti dhe e kthym ato të cilët na kishin humbur për 20 vite. Po si ka qenë e humbur? Prej 2008-ës, pastaj Oleksi ka qenë në kufi në 2011-ën, zoti tha që kishte bërë një aksion në veri ku ishte vrarë me Rezuber. A ka mund me dalë kush në atë pjesën e Veriut? A ka mund një shqiptar më kthy pjesën e Veriut? E din sa përballë kum pasur me grupet kriminale të cilët janë instaluar në pjesën e Veriut. Ata dëshirojnë që edhe këtë pjesën e Suadolit poshtë Suadolit tepër Gushavs, Vinarciol, Vinarc e Epërmë dhe Vidimrish të marrin komplet dhe të instalojnë ndërtesat larta dhe të binë njerëzit nga ish Jugoslavia për të vendosur dhe shqiptarët të përzor nga ona e... Plani kujt ka qenë kë? Kë ka qenë plani i Serbisë i Vučićit, i cili është bashkërunduar me disa njerëz edhe nga Prishtina, por edhe me grupet kriminale të cilët bashkëpunonin bashkë në atë kohë. Kush janë këta njerëz? Pse thonë me kaq lehtësi ju dhe të tjerët në vetëvendosje zoti Batiri që shqiptarët e kanë ndihmuar gjithë servisë të partitë politike kanë pasurojshin, njerëzit të kanë qenë në Prishtinë dhe në Beograd. Po kush? A mund ta thoni një emër në Prishtinë? Kush është pasuruar me listën serbe? Unë më keni ndjek intervistat më parë që thon konkret, unë s'po du sot me thon konkret se jena fushat. Por unë kam thënë fushat thonë këto gjëra. Jo, nuk po duam me thon ato, se thon çepje thot për fushat, po unë kam thon pa kon fushat, kam kallzuar me emrin, vlerën se kush ka qenë ata. Dhe kush shikon bashkëvepruesit e përbashkët për të ndarë këtë pjesë në lumtimërt. Po janë akuzat të rënda, ju i thatë atë ditë u kritikuat
në një seancë të kuvendit kur erdhi zoti Përparim Gruda, i thatë që ai keni marrë lejen e listës serbe për çeng këtu. Pse t'ia thoni ti gjë të tillë zoti Batiri? Ndëgjon, për arsye se 15 minuta përpara ta bën konferencë për shtëp, i thërën gjithë gazetarët e Partia Demokratike dhe u deklaruar se nuk do të voton dhe në rregull jenë me atë, po pse çon përfaqësuesin në kuvend kur ju deklaruat më parë? Po çfarë lidhje ka kjo me listën serbe? Pse mendoni ju që PDK-ja i merr leje listës serbe? Po Ata sigurisht nuk që po, komunikojnë. sepse ata qysh komunikojnë? Ne nuk e dim që Ata komunikojnë, ata çdo herë komunikojnë dhe janë të tillë të cilët vendimet i marrin së bashku. PDK-ja i merr vendimet së bashku me listën serbe. Veç këtyre votat e tyre janë të përbashkëta me ta. Kanë motive ndryshme pse votojnë ndryshe zoti Batiri. Kanë motive ndryshme lista serbe me PDK dhe Këtyre çdo herë votën kur e kemi ngritur dorën 47 herë sa këtë gjësej, ata kanë qenë komplet me listën serbe. Ata është deputete është Sala Ashari, që është e familjes së komandantit legjendar, është deputete në PDK. Unë nuk Po jo, po i thash thoni që për edhe ajo. personin. Po të gjithë PDK-ja votojnë Unë njëjtë. po them dëgjoj. Unë po them për partinë cilët kushdo që e paraqet partinë, partia merr vendim përbashkët, nuk merr për individ. Nëse të tillë, unë e di që është për fillimit. Po të vetëm që kemi dëgjuar që flet me Radojqiqin në telefon është Mimoza Kusari. Qysh me Radojqiqi që flet? Po në telefon flet, është. More le të telefon, po na kon na ulën atë kur më ka thirrë zoti apo shtën me përmendja Po përmendje. Rabushi, në banesën e tina të nalt, mi lumë nivel, të poleti. Rabushi ka qenë tek banesa Radojqiqit? Po, Këtu? dhe mu më kaftuan në 10 natës dhe im shku dhe ke o konull në atë me këmish të bartë për vitën deri këtu. Pra keni pasur çfarë viti? Sa keni qenë kryetar i Mitrovicës Zgori? Unë mendoj që në 2019. Për çka ishte te ai takim? Për të bërë koalicion me listën serbe, për të marrë pushtetën si kryeministër. Dhe ata dëshirojshin që po na bim të jemi kombinim në qeveri, por i dojshin edhe Ministrinë e Bujqësisë, të kishim si akëre ne dhe ne ata më këshin fëtu mua për me bërë një bashkëpunim, dhe unë s'këm dashur me bërë një gjatë të tillë, për arsye se në shtëpinë e Radojqiqit unë nuk bisedoj dhe nuk bisedoj me ta. Në Mitrovicë Veriore, në banesë private? Po, sigurisht që. Zoti Haradinaj ka qenë aty në takim me Milan Radojqiqin? Po. Okej. Po telefoni dëgjohet zonja Kusari të folë me Radojqiqin, për me lyp votën e listës serbe për vetë vendosje. Ajo është proces gjyqësor, se aja s'pe pranon, është proces gjyqësor të shijojmë çfarë bëjmë, ndën gjyqi. Këtë sloganin mos lëshope, a ka marrë për jush, është një deklaratë e famshme ju kur i bëni thirrje zotit Kurti që Kryqësia ka marrë vendim, unë nuk e di për kujt u frymzuar, por e ka marrë një vendim të tillë dhe unë mendoj se është vendim i qelluar për arsye se ju e dini se zoti Kurti nuk çon pa. Po tash i presim qytetarët mos më lëshu pa për zoti Kurti të jetë kryeminist 4 vite tashmë. Herën në fundit 48 deputet, 42%, besoni që do të rritet për krah për Unë kam thënë, kam deklaruar që ne do të jemi 52% dhe vetmja kohë që ka arritur dhe rezultatit është kjo. Dhe kjo do të jetë. Zoti Kurti nuk mund me mujt bashkërkosh. Për pos Kurti i 2005-ës do të mund Kurtin e 2021-ës. Dhe kjo do ndu. 52% do ta bëni qeverinë vetë, nuk keni nevojë që të bashkëpunoni me partitë e tjera politike shqiptare. Absolut jo. Kjo fushat pak toni është, po vlerësohet që ka më pak përplasje partitë politike, është një kulturë e re, është më mirë pra që të mos ketë kaq shumë përplasje edhe qeveri ofendime. Sigurisht që është mirë, nuk kemi nevojë të thejmë në zvetë dhe të marrëmi epitetet të ndryshme, po secili të kallëzon programin e vet, të tregon qytetarëve, dhe qofse mund të bëj bilet i bin, por për shkak që të ata po ka shumë pak njerëz, të ne është gjithë plot. Pra, ata do të mbesin opozit, PDK-ja, LDK-ja, edhe Jam i sigurt se ato po të garantojnë 100% se aja ka menduar se ata do të jenë në opozit, ose do të jenë në opozit bukur gjatë. Okej, në veri ndodhi transferi, u hoqën masat e BE-s, do të heqen deri në fund të janarit komplet. Për shkak të transferit, lista serbe u kthye sërish në 4 komunat veriore. Dëgjoj, çdo herë kur marrin zgjedhjet për të fituar ata që votojnë qytetarët. Dhe qytetarët ne e dimë që në veri
janë me shumicë sërbe, dhe sigurisht që ata do t'jenë, por do t'jenë kryetar jo të marrin mësime udhëzime nga Beogradi, po nga Kosova, a janë vendimet që kemi marrë në nivel të qeverisë Kosovës, është i vendosur edhe flamuri, edhe fotografia në çdo zyre e presidentës së vendit dhe kanë punuar me ligjet e Republikës Kosovës. Kjo si të tillë është jashtëzakonisht mirë dhe ne ata janë njerëz të njëjtë, zoti Batiri. I njëjti njeri që ishte kryetar para se të jepnin dorëheqjen e ndërvitjes verore është kthyer kryetar. Nuk ka lidhje se është i njëjtë ose është i njëjtë, ka lidhje se kush e dirigjon. Nuk është mo radioqiqi mi rrej kryetarët e mi qitë në lockdown klasik. Mo nuk mundë të i marrë tu, se e kriminal atina, dhe si të tillaj kur mos mund të marrë në Kosovë, veç mund të marrë në burt Kosovës. Dhe kështu që ta janë të lirë të veprojnë, ashtu si që thot ligjet e Republikës Kosovës, dhe qatë moment që devijon nga ligjet e Republikës Kosovës, ai do të arrestohet. Do të arrestonit, do të duhet arrestohet kryetar. Se cili njeri që shkel ligjin e Republikës Kosovës, qoftë serb, qoftë shqiptar, qoftë nacionaliteteve tjera, do të përgjigjet para ligjit, po sigurisht që po. Po ata dolën nga Asociacioni i Komunave të Kosovës. Ndër vendimet e para, pra është që nuk duan të jenë pjesë e Asociacionit të Komunave të Kosovës. Aja s'ka lidhje të mundesh me kanë, mundesh mos me kanë, mundesh me marrë pjesë, mundesh mos me marrë pjesë, por nuk mundesh me marrë vendime jashtë ligjeve të Republikës së Kosovës. Do thotë mundësia, frika është do të vendimet që i ka marrë zoti Atiç ose zoti Peci, zoti Etemi në Lipsaveç mund të kthehen mbrapa. Pra që kuvendet e reja komunale që përbëjnë nga lista serbe. Po jo, vendimet e shumta që janë marrë, për shembull, emrimi i rrugëve le të themi në Mitrovicën veriore. Duhet me ditë se çdo vendim që merr kuvendi komunal shkon në ministri. Legitimitohet në Ministrinë e Pushtetit Lokal, dhe aja jap signalin po apo jo. Dhe nëse shkon në kundërshtim me ligjin, ministria nuk do ta. Sigurisht, nëse është kundërshtim me ligjin, ministria zota aprovon dhe ai nuk është funksionar dhe bie poshtë. A shihni si sukses heqjen e masave nga BE-ja? Unë mendoj se kur i kanë mbuar masat nuk kanë pas pse mi mbuar masat. Masat mi mbuar pse dal policia dhe mbroj shtetin e vet të kësaj republike. Neve ato shtete na njohin se shtet, dhe ne mos e pas të drejt me që policinë me bo rend dhe ligj, kjo kur i mbua këtu masa e mbua gabimisht dhe si të tillë i kemi qujt çdo herë dhe në fund e panë se është e parësyshme që zgjati këtu më shumë se kanë një padrejtësi që ka ndodhur, sepse çdo polici e çdo shteti të Republikës së vet apo të shtetit e vet funksionon brenda ligjit të saj dhe mbron çdo pjesë të territorit saj, po e mbron edhe çdo të drejtë të qytetarëve që jetojnë atje. Tani Mitrovica Jugore do të udhëhiqet sërish nga vetvendosi, zoti Peci është emëruar për kryetar. Çfarë pritet në këtë qeverisje 4 vjeçare? Unë mendoj se zoti Peci është i dëshmuar se ministri që ka qenë ndër ministrat më të mirë që ka pasur Republika e Kosovës, ka kallëzuar në punë të ndershme dhe punë të mirë. Unë mendoj se ai ka përgatitur të mjaftueshme që të qeverisë Mitrovicën dhe ne kemi përkrahur para zero, për arsye se mendojmë se për Mitrovicë po bëhet diçka mirë. Dini se keni parë disa publikime për zotin Faruk Mujka që ka qenë kryetar në kohën tuaj i Mitrovicës Jugore, mënyrën se si është zgjedhur për kryeshef të Iberlepencit dhe ndërhyrjet nga... Zoti Mujka ka qenë një nënkryetar jashtëzakonshëm, një nënkryetar i cili me të vërtet ka qenë njeri i çmuar aq sa unë e dije dhe jam i bindur se e dije, ka bërë një punë të shkëlqyeshëm sa ka qenë nënkryetari imi, kurse nga aspekti e emërimit atje nuk e di ç'është ka qenë procesi dhe nëse nuk e di nuk do të hyj atë proces. Ama përkohësa ka qeverisur me ju, zoti Batira është arrestuar, janë gjetur 60.000 euro cash dhe ka një proces gjyqësor në Prishtinë për këtë rast, për keqpërdorim të detyrës zyrtare. Dëgja, ka mundëse proceset montuare siç e dini jo, kush i fryn asaj, po të shohim verdiktin e gjykatës, dhe unë jam i bindur që ai do të jetë total i papajshëm dhe ju do të shihni edhe ju. Për emrimin, a vetvendos apo i dërgon njerëz e vet, ai ka dërgu, do të ta është kryeshefi i Iberlepencit një ndërmarrje e publike, e pavarur duhet jetë, ndërkohë që është njeri vetvendosës. Dhe mesazhet dërgojnë që Artane Rizvanolli dhe Dejona Mihali
e kanë dërguar atje? Mbi 50% të qytetarëve janë me vendosje. Ata e surëmi anashkalu 50% qytetarëve mos mi vendosë në propozita. A për qysh po qëllojnë gjithmonë vetëvendosës ose zyrtar lartë? Pra nuk është zyrtari lartë, nuk është vetëm votuesi vetëvendosës, po është dikush që ka qenë nën kryetari i kësaj komune. Ka qenë nën kryetari i komunës, e ka kryer me sukses, ka përvojë të mjaftueshëm për një qeverisje të mirë edhe një menaxhim të mirë në kompanie publike dhe se tilla absolut nuk ka asgjë të re këtu në Kosovë. Çfarë raporti keni ju me Dejona Mihalin? A është e vërtetë siç thotë opozita që Dejona ju udhëheq gjithë juve? Edhe zotin Kurti? Është një femër e shkëlqyeshme, është një aktiviste jashtëzakonisht e sjellshme, është e kujdesshme për secilën pjesë të qytetarëve të cilët munduohet të jap gjëra të mira. Dhe si të tillë njofë dhe unë kam raport të shkëlqyeshëm me ta. A dërhyn ajo në vendimet e Ja, qeverisë? absolut kur, asnjëherë. Unë sa di asnjëherë. A ndërhyn ajo në mënyrën se si deputetët si votojnë? Kryen punën e vet, Po cila është puna se opinioni se del? Është koordinatore E krejt partisë. po sigurisht që po, dhe si të tilla ja punon. Edhe punon me nder, me përkushtim, edhe me seriozitet më të madh. Keni shumë kolegë në kuvend, kam parë një fotografi me Ardiana Hatoshin dhe Nezir Krakin, që e keni vendosur para ca ditësh, jeni bashkë, do të vazhdoni të luftoni, keni thënë zhvatësi, kam përshtypje në një postim në Facebook të këtij veni. Por ne jemi ata pak më shumë që ngritemi zërin kundër të keqes, dhe se të tillë jemi së bashku, do të jemi së bashku. Kemi parë komentet e zotit Samlu Shtaku kundër deputetës kolegës suaj Ardiana Hatosh. Aja është shumë të rënda. Aja është betar keq, është një kulturë jo njerëzore. Ti thush një femër të tillë është e turpshme dhe unë e dënoj ashpër. Po edhe zonja Matoshi gjuhën e saj ka goxha të rëndë kundër zotit Shtaku, sidomos. Nuk ka pas asgjë të rëndë aty, zonja të ka thënë. Nuk e di çka ka thënë, do të thonë saktësisht. Po vazhdimisht t'ja ka përmendur tokat dhe... Pse është e vërtetë? A ka thënë diçka të pavërtetë? Nuk e di, nuk ka një... Të marrësh 50 euro të shet 6-7.000 euro, a ka thënë pa të vërtetë? Jo, ai ka deklaruar vetë, dhe si të tillë mundu me ja përmend 50 miliona herë. Sepse kur është e vërtetë, e të më thotë kush ka dojnë, se ka vës loda, për arsye se është e vërtetë, mos ka thënë diçka pa vërtetë, ju. Në cili është opinioni juaj për krahjen ose mërkrahjen e qeverisë për ata që janë në Hagë, në Holland? Dëgja, çdo minutë që ata janë në Hagë, Kosova nuk është mirë. Për arsye se na nuk kemi njerëz që janë të dyshuar pa të drejtë, të cilët e kanë bërë krime të tilla të cilat Haga po pretendon. Dhe unë mendoj se janë ata njerëz janë të futur në një proces e ka montuar Beogradi, dhe unë po pres lirimin e tij sa më parë. Është për neve jashtëzakonisht dëm edhe keq dhe rënd për shtetin e Republikës Kosovës që të dënohen ata. Unë mendoj se janë të pafajshëm dhe presim çdo minutë kthimin e tyre në Kosovë. A do ta ndryshonte skenën politike kthimi tyre në Kosovë, kthimi i zotit Thaçi, do ta dobësonte pozitën e zotit Kurti si lideri kryesor në Kosovë? Por zoti Thaçi ka qenë president kur na kemi fituar. Kështu që nuk ka lidhje absolut. Por jo kur i keni fitu 51%, keni fitu në LDK 1%, sa ka qenë president ai, kurse më vonë keni fitu 51% 2020. Zoti Thaçi ka shkuar në Hagë në 2020. Por e di ata, e di këtë procesin, por po them se zoti Thaçi mund të kthehet në Kosovë, mund të jetë përsëri kryetari i partisë, do të garanë atë shumë që do të ardhë. Por ju do të fitonit edhe kundër PDK-s me zotin Thaçi. Po, nuk ka kush që ndalë, është epoka e Albi Kurtit, nuk ka lider. Kur am thu lider? Veç thuma një. Bedri Hamza, Jomir Abdigjiku. Jo, e ka shkatruar qytetin 4 vite. Çka ka? A ka qenë diguri dikon, vetëm tregon dikush. Lemre. Unë nuk po du me hinë atë pjesën e, po thamë se nuk ka kush që e mund zotin Kurti, kjo është e vërteta. Okej. Para se të flasim për urën edhe të shohim këtë që të keni thënë disa herë që keni nisur ju në vitin 2019, edhe në pyetjet fundit para se ta bëjmë këtë, për zgjedhjet presenciale, për idenë që
në mars, në prill, pra mund të ketë në base zgjedhje të reja nëse vetëvendosja që mund të fitoj prapë zgjedhjet, nuk merret vesh me një parti tjetër për ta votuar presidentin. Cili është opinioni juaj? A duhet së pari, sipas jush, presidenti Osmani ta marrë edhe një mandat? Unë mendoj që presidenti Osmani është mjaft e mirë, ka treguar rezultat të mjaftueshëm dhe unë mendoj se ajo vazhdon edhe për 5 vite të tjera. Pra vota juaj do të shkonte për presidentin Osmani, nëse garon edhe një herë. 100%. Ashtë ky për arsye se unë po folin në anën time se s'kemi folë ne marrëm vendimin në grupin parlamentar, po unë po folin personalisht, unë japit çdo herë votën 100 herë dal 100 herë këmë janë votën për arsye se e një përsofrime dhe një kapacitetit e sajna dhe qëndrëshmërinë e sajna. Dhe është nga Mitrovica. Bonus. Edhe që është nga Mitrovica, po dhe mos të qenë nga Mitrovica duke njoftuar përsofrime emri tonë të jetoni mandat. Okej. Ura, do ta shohim nëse ecim për rreth, keni thënë pra në disa deklarime publike që ju e keni nisur si proces në vitin 2019. Cila është historia e kësaj ure që tash është vënë në funksion? Ne i kemi dokumentet që të tregojnë se shumë njerëz po paraqiten këtu gjë se ata kanë filluar këtë urë, ata kanë bërë këtë urë, po kjo urë ka një histori pak më të gjatë. Ne mas e kemi bërë projektin dhe jemi vendosur, e kemi gjetur edhe fondet për Ministrisë së Ambientit, ku na ka përkrahur, ne kemi kërkuar dhe lejen e kësaj ure, të cilët ju do të shihni këtu, datën e saktë të cilën kjo ka ndodhur. Do të thotë, është pjesa kryesore e hajtë, bëjuni më vetëm pak të shohim. Është me 4/11/2019. Ju lutem me këtyre kamerat fokusohet. Ku u jap leja nga Ministria e Ambientit dhe planifikimit hapësinor. Pastaj është detale projekti i cili duket njëjtë, sigur që është tash. Vetëm pak të lutem se Ashtu një mes. Një mes pak. Është fotografia e urës. Po, dëshirojnë ta tregoni fotografinë e urës, apo planin. Fotografia në fund. Kjo është fotografia e urës që ka pas me ndodhë. E njëjta sikur tash? Po e njëjta sikur tash, me dimensionet të njëjta dhe s'ka ndryshuar asgjë. Kjo është pjesa e lartë e lumit Ibër, që ka qenë më shtrati dhe lëvizja kombësorëve. Okej. Andaj është kjo pjesë e këmbës kryesore të urës, në atë pjesë është ndërtuar në atë kohë dhe ju dini kur ka ndodhur problemi të cilët e patëm një përleshje huja fizike këtu me radioqishin dhe grupet e tyre, ja ku keni këtu, të cilët janë kanë atë kohë, ku Më ta largoj shta. Këtu mirë, neve na vjen njerëz se ura kena po. Çe, ka zë zotit Batiri. Ka zë zotit Batiri. Hajde. Dhe si të tillë, Okej. ne kemi na ka duhet të ndërprejmë. Kush janë këta njerëz që duan të fotografi? A jeni ju edhe ju këtu duan sepse ju keni fol? Në pjesën e epër ka qenë në pjesën e epër ka qenë radiogjigje grupet e tyra. Edhe Rakiçi ka qenë aty. Okej. Dhe unë kam shkuar në atë pjesën atje dhe kam thonë që nuk jem shkuar këtu ka qenë që kjo pjesa që ne kemi vendosur për të bajtur materialin. Jo tjetra fotografi nuk është materialin. Dhe kam shkuar në këtë pjesën kënjëna dhe jem përleshur me radioqiqin dhe grupit e tjera në pjesën e epër të saj. Kjo ka qenë, për shembull kjo ka qenë kjo cilët ne e kemi bërë këto për të bajtur materialin në pjesën e veriut. Dalim këtu ma tamam të ura. Po.
Dhe pastaj më kthye dhe kemi dashur me hek bagerin. Ky bager ka qenë për me hek pjesën e cilën e kemi bërë për me dalë në pjesën e veriut për me bërë edhe këtë pjesën tjetër që e kemi bërë në pjesën e jugut. Dhe pastaj ka ndërhyer qeveria e Kosovës. Kush ka qenë atëherë? Abdullah Hoti dhe Çka ka ndërhyer? Çka ka thonë? Është me nal projektin për arsye se që shë tërgova pari ka të lidhër me ta. Për arsye se të shkollë Zoti Kurti, kjo nuk është dalë, po ishë vazhdu, se kur që vazhdu tanit, dhe si të tillë. E që shkësh vazhdu, Zoti Kurti e kishit policin, të më thonë për mi largua, po? Sigurisht që i kishit policin. E Zoti Hoti ka refuzu me qitë policin? Po, sigurisht që po, dhe si të tillë e ka nalë projektin, dhe pastaj unë e humba mandatin, dhe Zoti kryetar i zgjedhur Vedre Hamza e ka hek për projekti këtë ure. Qëlli ka qenë projekti përbashkët shtrati Lumi Tibër me gjithë këtë ure. Dhe e ka hek komplet për planit. Okej, sepse pasaj në qeveri erdhi Kurti dhe në base edhe s'kishte bashkëpunim. Pastaj, aje ka hek për projekti komplet uren, e kalon vetëm këtë pjesë shëtitoren dhe dy anë të lumit dhe ka pas me qenë që shpeshen edhe ma parë, por projektin e urës e ka hek. Dhe më konë zyre tina, e kom thonë që pse ki hek urën. Dhe më ka thonë se nuk kom pas budget, pastaj jo nuk po mundëm, jo nuk e kom lejen, jem shku kom marë kryetarin që ishë në atë kohë i pjesës e Veriut, Zotin Atiq, e në shku në zyrën e tina, ka thonë që pe në shkuda për zyti, dhe le të fillon punë dhe s'ka fillu asë njëherë. Ama në fund, kur është bashkë me komunën, edhe Zoti Hamza dhe Zoti Tahiri ka qenë për këtë, ka ndonë kontribut. Kemi pritur 2 vjetë që aj mu pajtua mu maru kjo. Zoti Hamza refuzonte? Refuzonte. Kjo është e vërteta, është prit 2 vjetë? 2 vjetë. Po thëmë 2 herë kom qenë në zyrën e tine e kom lutë që të fillon projekti ju. E çka ndodhe pasaj? Pse pranojnë në fund? Sepse erdhën zgjedhjet dhe ai tha okej, tha po pranojnë në fund dhe ne ta e fillum me marrë për së shpejti edhe urën poshtë atje pas për qarkullimin e automjetëve, po edhe për këtë urë të cilën është një urë e cila unë e qojnë mrekullia e këtij vendit, e këtij qyteti, për arsye se rërja e ujtë prej Snaltit që shpeshen ju aty, është një signal i mirë për se cilën njeri për të qetësuar, për arsye se pjesa e ujtë cilët vepron në për shumë, që për i tërgaj këto, në për këto pjesë cilët ne kemi bërë, është një tingull i mirë për qetësimin kur të ndëgjesh rëja ujtë në këtë pjesë, është një qëtësim si që cilët ju kësha preferua gjithë moshurve këtu të ulen edhe të ndëgjojnë këtë tingull të ujtë, por këtu do t'jenë edhe disa operatorë që do të marrën edhe të përdorin kafe, e kullorë dhe gjërat e tjera që njerë sa më mirë për shumë këtë vend, edhe sërbet, edhe shqiptarët, dhe kjo është marruar për të gjithë, pa dallim nacionalitetit apo moshës. A ka rrezik për vërshime? Absolut jo, për arsye se ne kemi nën këtë pjesën që ne apo duhet të treguar, ne mundëm me vazhdue, është pjesa në qoftë se vinë vërshimet e EDHA, ne e kemi lënë që dy anë hapet diga, apo është kjo diga këtu, hapet diga në dy anë dhe ujtë largohet në dy anë dhe nuk kena asnjë problem që mund ndodhë në të ardhmen. Edhe mendoj se është një gjë mirë, duke falendëruar shumë Zotin Kurti që e ka botë pa mundën që kjo urë të jetë ashtu qysh ka qenë në të mirë të gjithë qytetarëve. E të fundit pyetje, nëse pak mund të ma shpjegoni shumë kush kur e keni treguar për të parë, pra ju ka dukur e pabesueshme kjo që po thoni që jeni përgjeshur fizikisht me radioqishin tek e keni filmimin që kanë filmuar në atë kohë dhe keni policinë e Kosovës sot ka reaguar ashpër
për e ndalë këtë Fizikisht, pra përleshje. ju jeni përleshur fizikisht me atë qishin. Semi rrafë shtu, po kemi tentuar të rrafë. Po, me atë qishin. Me atë Pra, qishin. përpikjen juaj po thoni për ta larguar. Sigurisht që po, se dëshiresha kjo urë me çdo kusht marrohet. Dhe si të tillë, policia ka ndryer dhe i ka arrestuar disa njerëz. E ka evitu një përleshje. Ma të madhe. Rregull. Faleminderit shumë për intervistën, zoti Bedir. Faleminderit shumë, ju më marrë dhe filmin, se sysh ka reaguar edhe policia edhe që shi randa, se pa të qenë një përleshje jashtëzakonshme. Po ju ishit gatshëm pra I gatshëm isha për të vepruar. Për të vepruar, për ta rrahur zotin aty qesh. Morre deri në fund për arsye se është toka janë, vendi janë dhe nuk mund të kërkosh grupe caktuar të kriminalëve tonë sundojnë në tokën time. Shtetin tim. Faleminderit shumë.